T'ja se këta të rritë shumë shpejt ndahen. Shumë, sa dashurohen, sa ndahen, shumë keq. Martohet do të me ditë. Gruaja ka vendin e vetë, burri vendin e vetë. Po bën fëmijë, do shmi rrit ata fëmijë të lumtur. Më rrit me nane, me babë, me prind. Kemi duru për shkak se kemi qenë, kemi pas respekt për vjerrije, për kunete të ndershëm, me pas dashuri për njëri tjetrin. Afrim, ta nuk po kanë, veç vetë, nuk shkon veç vetë. Do të me qenë me dikon e lidhme. Mirë dita? Mirë fandej, po ju, mirë. Mirë, po ja kalojna. Nuk është mirë pak në këso. Po që koha pak është pak Ikon pak. po, e vrant. Disponimi, tek, Po, krejt. Ju jeni nga ushtria, po? Po, ka vushtria jam, ka fshati Pestov jetoj. Vendin më të njohur. Po, ma të njoftë, të vi pa qipsi. I bënë pak reklam na paguajnë atje. Po, Ju keni fëmijë? kem fëmi, kam 2 djem e një vajzë. Të martuar, kam, po, gjyshe 8 herë. Qenë gjyshe? Shumë mirë është me qenë gjyshe, kinë me, sa, nipa, jo me kënda, e knaqshme me ta. Ka ndryshu jetën. Ma kanë ndryshu jetën. Tash mesat më kanë rritë, më kanë shkollu, janë punësu, shumë jam e lumëtun. Shumë jam e lumëtun me ta. Lumtur. Me që kanë kry, kanë fillu me punu, janë vedisu, janë botë zojat e vetit. Ju keni qenë arsimuar? Po, kam punu motër medicinale. 42 vite. 2 vite, po. Kemi. Ai kodorizu një herë ka punë që ki po gjatë 42 vite. Jo, se unë e kam desh profesionin. Kam desh profesionin tim, kam punu që ashtu me pacienta që se di qysh me të thonë, i kam prit ashtu, si kur mi pas njofshëm. A mendoj që sot kanë ndryshu pak forma e njerëzve që në domethënë punën që ki po ti nuk janë ashtu siç ke qenë ti. Ka ndryshu. Dershmëria sidomos. Shumë ka ndryshu dëshmëria. Shumë. Nuk dënë kush kanë me pa mirë. Ka ndryshu. Sa më don kjo ndryshim i jetës? Nuk e di, thojnë bota ka ndryshu. Për çfarë bota, njerëzit të ndryshojnë botën. Njerëzit ka ndryshu tepër. Na përpara atëherë, me që ato që kemi pas, kemi qenë shumë lumtura, kemi jetu, fëmijët i kemi rrit, edhe na kemi pas jetë lumtura atëherë. Këtyne kjo do këtë qaqë interesant kjo jetë. Shumë shpejt, atja përse këta të rritë shumë shpejt ndahen. Shumë, sa dashurohen, sa ndahen, shumë keq. Pse këto divorcet shpesh ta vinë? Sipas teje? Nuk po di, unë po ma mërmendja se i kanë të gjitha të mirat, kështu që edhe pak do të me dorue. Me baj duhet, burri burr, gruaja gru. Ajo kur të martohet do të me ditë. Gruaja ka vendin e vetë, burri vendin e vetë, po bën fëmijë, do shmi rrit ata fëmijë të lumtur. Më rrit me nane, me babë, me prind. Më shkollu. Për çka po bën familje? Për çata. Nesër me qenë ma të lumtun, edhe fëmiju, edhe pasaj po pohen nipat, mesat. Unë jam shumë e lumtun. Shumë e lumtun jo. Djalin e kam profesor doktor shkence, djalin e madh, vajzën e kam arsimtare të muzikës, edhe ajo ka magjistru. Dytën e kam ashtu në Amerikë, edhe ai ka kry shkollën atje, inxhinier i elektros është. Mirë, në penzion, në penzion jemi, unë e shoku. Shoku ka punu në arsim, unë në mjekësi. Atëre ka pas perspektivë, motrë me punu. A ju ka pa herët që ndoshta këto divorce që nuk durojnë shumë, ju keni duru ma shumë, a mendon që sot një grua ma shumë nuk durojnë? Kemi duru për shkak se kemi qenë, kemi pas respekt për vjerrije, për kunete, për ata qysh me thonë për familje, për antarë të familjes. Antarë të familjes, do të me kanë të gjithë, me kanë të ndershëm, me pas dashuri për njëri tjetrin. Afrim, ta nuk po kanë, veç vetë, nuk shkon veç vetë. Do të me qenë me dikon e lidhne. Me pas... Jeni gjun kam, kur ka ardhë burri ose majmoshuri? Po, qështë jo, qështë... Jo, nuk ndodh. Bashkë dje,
që se pa tanë, ky robi, i tha prej Gjermanisë, pse s'qohet gruja, nuk qohet. Jo, harron që hini burrin brenda. Po, nuk hiq ka me po, nuk mund të ishte fëmijën e huj që u rrit 30 vjetë nona vetë me edukue, kur s'ka edukat vetë. Unë për veti fëmijën mi edhe kom punu, edhe gjithmonë kom qenë e lumtur me ta. I kom pas shumë fëmijën e edukum. Shumë kanë qenë të gjushëm, kanë mësu, zi që ka me thonë dhe tjetër. Është ki mos të respekt, ndoshta që tash nuk i bajnë të njëta gjana që keni bëju? Nuk i bojnë, nuk i bojnë, nuk i bojnë, nuk i bojnë, nuk i dojnë musafirt. Thot ai, thot musafir, jëm punë mëre. Aj, musafiri, ku s'ka musafir aty bere qëtë s'ka. Zbe, pa. Janë zbe, mu po ma mërmendja janë zbe se tash ma tepër pi bojnë muhabetet në për telefona. Me telefon, pi kryn krejt muhabetet, edhe s'po ka më qka, po kryhet. Në për puna, në për... I kanë problem jetën e vetë, o bu jeta dinamike, besa tash po nisna për vetit. Në kitë vitë, thëmë ku s'kom qenë të vlau që 2-3 muj. Shpe, pensionere jam, po punoj diçka, edhe unë po mirëna me diçka, ka shpia. Po, me nipa, me bes, me esa punoj diçka, kemi kopshtin, burri punon kopshtin. Mirë balë. Nga ku a kaluar, qatë mungon, që kishë pas dëshirë me këthy ndoshta diçka, që ki nostalgjisht shumë e ruan. Nga femiria, mungon, zi që ka me thonë, në atë kohë, kur kam shku në shkollë, kanë thonë gjithë si qaj baba i vetë në shkollë, pëse me shku kjo në shkollë. Jo, kam qenë e lumëtur. Ka femiria, e lumëtur kam qenë. Edhe burën e kom marrë me dashni. Kjo është e mirë. Po, ata kom marrë me dashni. Jo që me thonë, vëlla kom gabu. Jetën e kom pas lumëtun, fëmijët ashtu, s'm ka me diçka marak. Nuk kënë do një pengje. Jo. Sot janë të avancuara femrat, gratë përgjësit e nuk ja din atë vlerën. Nuk ja din vlerën, jo. Të mirës tash i kanë gjithat mira, apo do shkollë, apo do punë, apo do në pare, apo do në gjithë shka, prapë nuk janë të lumëtura. Apo jetë një mesazh gjitha të grave, femrave? Mesazhin ju japi sidomos femnave të reja që martohen, që krijojnë fëmijë, më bo pak më të avancume, që është nanë, me rritë fëmijët, me punu, me bo pak, me qenë pak ma edukume, me sjellshme. Grazie shumë që të vizitosh me një zonë shumë të fortë si ju. Kënaqem bisedë. Nuk e di. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Të rojë shëndeti, gjithë mirat.